Kryeministër Kurti, i nderuar Bacarifat, e nderuara familje Jashari, të nderuar të pranishëm. Mirë se keni ardhur në Akademinë Përkujtimore të organizuar në nder të 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Epopeja e UÇK-s dhe sakrifica e familjes Jashari në Prekaz përfaqësojnë një nga momentet më të rëndësishme të historisë sonë moderne, një dëshmi e qëndresës, e sakrificës dhe e vendosmërisë së një populli për liri dhe dinjitet. Në vijim të kësaj akademie përkujtimore, ftoj të marrë fjalën e tij shkëlqësin Kryeministrin e Republikës Kosovës, zotin Albin Kurti. I dashuri Bacarifat, e nderuara familje Jashari, e nderuar zonja Albulena Xhiu, kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, invalidëve e veteranëve të luftës shqiptare, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, të nderuar oficer e general e ushtar të shtrisë sonë, të nderuar veprimtar të çështjes kombëtare, ish burgosur politik, të nderuar përfaqësues e drejtues të institucioneve tona shtetërore, akademik, profesor, student, i nderuari zotëri Durim Abdullahu, historian, joni që të përshëndes edhe një mysafir të veçantë nga Shqipëria, Agron Zoza, i biri i Jakov Zozës, shkrimtarit mirënjohur të Lumit vdekur dhe Lulës Kripës. Të nderuar të pranishëm, do t'ja Agron, ne në fëmirin tonë jemi rritur me adilin e vitën. Të nderuar të pranishëm, motra dhe vëllezër, zonja dhe zotëri, nuk është as egzagerim, as mburrje kur thuhet se Kosova është zemra e shqiptarisë. Ku më shumë se në Kosovë nuk është sulmuar egërsisht qenja shqiptare gjatë gjithë shekullit 20. Për cilën pjesë të dheut tonë u hartuan dhe u zbatuan jo një, por 2 dyzina elaboratësh për zhdukjen dhe përzënjen e shqiptarëve. Ku më tepër se në Kosovë ka qenë më e gjatë, më e fuqishme, më këmbgulse qëndresa shqiptare për identitetin, lirinë dhe tokën e vet. E Kosova qendrën e saj ka në Drenicë, aty ku trima dhe herojt marrin për masën e legjendës. Flakët, plagët dhe kujtesa e secilës këringritje përgatisin brezin e rit këringritësve. Në prodhat e Drenicës, ku vendohej e këndohej për Ahmet Delin, Azem e Shote Galicën, Shaban Polluzhën e të tjerë trima. Mos dorëzimi dhe qëndresa me zemre me nder për ajpërsisë numerike dhe materialit armikut ishte tradita e kësaj krahine. Trupi shuhej, por jo ideali i lirisë, siç dëshmuan edhe Nebe e Tahir Meha në majt vitit 1981, kur ju kundërpërgjigjen me armë në dorë policisë jugoslave që i kishte rrethuar në shtëpinë e tyre në Prekaz.